Miqdita miq të dashur, të njohur e të panjohur, dashamirës të krijimtarisë letrare. Në veçanti, ju ndjekës të emisionit të famshëm në thonjza letrar, Ora Letrare. Pas kam një vandak me libra këtu. Po e le në dorën tuaj këtë radhë. Nga cili libër doni t'u lexoj ndonjë fragment apo tregim? Misteri, një lajmi? Facebook o becar? Në urbanin e fantazive Danai dhe Orfea? Nga libri me shkrime kujtime e me gjitha të jetojmë? Edeni tjetër me tregime? Romani i ri i fundit, Motra e madhe? Oh! Nuk është imi. Gustav Flaubert. Madame Bovary e mbaj këtë libër. Një, 2, 3 herë, 2 herë, 3, 4 herë e kam lexuar. Çfarë tha ai? Jo, ti, ai tjetri mbrapa aty. Nga libri Edeni tjetër, t'ju lexoj një tregim. Dakord. Cilin tregim? E pas këtë faqen. 58, pa dale. Mirë. Po e filloj, pa ju mburkohu. Gjykatës iluzionesh fatale. Bëra si shmudhëzonte letra e çuditshme, brenda një zarfi të çuditshëm, ardhur nga njeri akoma më i çuditshëm. U nisa pas mesnate në drejtim nga perëndondielli. Eca dhe eca e errësirës, duke numëruar sasinë e hapave të shkruara në letër, dhe kur arrita në të fundit, u ndodha para një rrethi të brumtë, si një pelë e njomë e butë që më çuditi si qëndronte pingull me tokën. Zbatova udhëzimin e mëtejshëm të letrës, duke zgjatur 5 gishat e dorës së majtë që depërtuan butshëm deri në rrezët të thonjve, brenda asaj butësie si brum i ardhur dhe pa mundur të mbledh veten, u të roqa thithshëm brenda saj i tëri. Nuk munda as të shikoj, as të dëgjoj gjë, por ndjeva që frymëmarrja vazhdonte, domethënë isha gjallë. Në vend të prekjes së tokës për të mbajtur drejt trupin, këmbët, ashtu si dora e majt pak më parë, u të roqën nga boshësi e një tuneli, duke më marrë pas me një shpejtësi që gati sa s'po më ndante në 2 pjesë trupin. Ndjeva si kur ajri mushkërive dilte flakshëm, duke rritur akoma më shumë shpejtësinë zbritëse atij tuneli të pafundëm. Fundi erdhi papritur, me një ulje të menjeshme të trupit në padukshmërinë e një ndenjëseje të rehatshme prej ajrit të ngjeshur. Edhe pse pa kufi muresh përreth, rumbullaksia e dhomës shquhej nga rrezatimi i jashtëm fosforeshent, që ndalej në cipën e saj të padukshme si qelqësia e një sfere boshe. Nuk di në ishte real apo iluzion optik shqisor burimi i fosforeshencës së jashtme, por sado që bëja hapje mbylljen e syve, para tyre më shfaqeshin përzierje kockash skeletesh njerëzore, në forma nga më përçudnuset. Isha jo mas gjigande kockash që buronin ndriçimin e fosfortë brenda dhomës në të cilën po prisja të mëtejshmen e ekzistencës sime. Kujtova udhëzimin e tretë të letrës, që më thoshte ta rihapja e ta lexoja, pasi të ndjehesha i veshur ndryshe. Ç'ishte kjo ndryshe? As arrita fundin e pyetjes, kur pelerina e zezë e gjyqtarit u fosforizua, gjë që më trembi në fillim. Mos isha skeletosur edhe unë? Preka vete nëse ish në formësinë e saj njerëzore të mishtë, u cimbitha deri në ndjesinë e dhimbjes, u mbusha me frymë dhe veprimi i fundit për bindjen e shikimit ishte lëvizja rregulluese e syzeve mbi samarin e hundës. Hapa përsëri letrën dhe në bardhësinë e saj u shfaqën bashkime gërmash, fjalësh dhe qartësia e udhëzimit. Isha caktuar nga komisioni i të vdekurve, gjyqtar ndaj atyre që edhe të vdekur nuk po e linin rehat në botën e tyre. Kishte plasur një sherr mes palëve, por edhe brenda çdo pale. Pala akuzuese ishte përçarë
dhe po bënte mishmash ekzistencën e përtejme të saj mes errësirës e dritës, duke përzier pa të drejtë pjesë të tyre. Pala e akuzuar ngulte këmbë që ishte ajo burimi i dritës së përjetshme, por me saj sheri ishte më i madh për parësinë e meritave. Të skeletosurit akuzus e kishin më lehtë të përzierjen gjatë sherit, duke ndëruar pjesë kockash me njëri tjetrit, edhe pse shpesh kombinimet i shëmtonin ose zbukuronin më shumë. Sheri kishte shkuar deri në thyerje kockash, ku më keq e pësonin të moshuarit, që nuk rezistonin dot. Më të fortit, që përfitonin më shumë kocka nga më të dobtit e dritës, ishin larguar nga errësira duke ndëruar vendet me ta. Të akuzuarit fërkonin duart për përçarjen e krijuar, duke siguruar shumë një vend të përkohshëm mes dritës dhe errësirës në pritje të fitimit të shumicës përkrahëse të dritës. Do ta kishin arritur me kohë këtë privilegj, por sheri mes tyre s'kishte të mbaruar, e me sa dukeshin mbathët, do acarohej më keq. Kur u vu në rrezik vetë ekzistenca e botës së dritë errësirës, për te së cilës do të shikohej asnjëra prej tyre, palët në konflikt ranë dakord që të ngrihej komisioni nga pala akuzuese, e cila do caktonte nga bota e të gjallëve gjyqtarin ndaj të vdekurve të akuzuar. Ishte i vetmi rast kur të akuzuarit ishin në të njëjtën mendim, bile dhe kënaqësi për gjykatësin e zgjedhur. Siç thanë me zë të ulët mes njëri tjetrit, kushdo qoftë ky i gjallë gjyqtar, para mendjes e veprës së tyre në të gjallë dhe pasaj, do të dështonte sa të hapte gojën. Por edhe po ta mbante sa hapur, dinin ata si t'ja mbyllnin. Ata kishin mbyllur miliona gojë në gjallje e vdekje dhe vazhdonin edhe aty ku ishin të mbyllnin akoma. Kaq më fliste ajo letër, që pasi zhdu kushdo të shkruar, u thërmuar në mira grimca fosforeshente në dorë dhe si një bish komete u shkëput prej saj për të zhdukur përtej dhomës. Ndërsa skeletet e akuzuar përformësoheshin në ekzistencën e gjallë të tyre, mua po më duke vetja sikur po shpërbëhej e shkonte drejt skeletimit. Ata ishin aty, para syve të mi, para meje, që i njihja më shumë edhe se prindrit e mi, që adhuroja si perëndi dhe i besoja a priorisht, deri atë çast kur a prioria arriti fundit të saj, kurse ata fillimit të gjykimit tim. Të pandehur, zini vendet. O zotë po më shikoni sytë të pas asaj kërkese hyrëse, që kujtoja se do të më kapërcente lehtë emocionin e parë. Me përjashtim të Marksit, që ul pa ushtyrë, e pa shtyr asnjë në fillim, dhe Engelsit, që më shkaktoi keqardhje për moskundërshtimin e tij ndaj Leninit, që me një kërcim të menjëhershëm ul në të majtë të Marksit, duke e spostuar atë prapa kurrizit të shokut, ajo që më pa në sytë e dëgjuan veshët në tej, kapërcente çdo ekstremitet parashikimesh e fantazisht të mendjes njerëzore. Më tronditi vërtet Lenini, që e njihja për adhurues të Engelsit, por më befasoi mënyra e qetë shfaqëse e Stalinit dhe ulja e tij në të majtët të Leninit, gjë që u pa vëngër dhe u kundërshtua prej tij. Kush ta caktoi ty këtë vend o mendje madh? Shkujton se je, një lloj si mua dhe ky këtu, tregoi me gisht nga Marksi Lenini. Ai që të caktoi edhe ty o Leno, mos u bë kaq shpirt ngushtë. Unë shpirt ngushtë, që të besova më shumë nga që meritoje në të vërtetë? Sa e meritoja e tregoi koha që më vuri pas teje. Koha apo koka tënde? Mos më shit mua këto pallavra. Kam fajun o Leno, që të kam mbrojtur më shumë se veten time. Kokën tënde ke mbrojtur, e më keq më ke bërë me atë unin tënd që e diti ku të çoj. Tradhtarët më çuan aty. Mos ju di në krah atyre tani, se bën tradhti ndaj atij që ke në krah. La je gojën stalo, kur zë në gojë Marsin e mua. Këtu s'të pi ujë kokforcia. Unë jam dhe në atë botë, ku ty s'të mbeti na me nishan, edhe këtu, ku ti s'di ku e ke vendin. Vlado, mos minatos, ma njeh mirë natin, të mbajta të vdekur mes të gjallëve, shkuar perëndisë, nuk ta preka vendin tënd, as aty, as këtu, ku të mungojnë edhe kockat. Mos kështu se do çuditin botën e gjallë të vdekur. Mjaft, nuk jemi këtu për meritat tuaja.
Shkujtoni se dhe në këtë botë të caktoni vendet tuaja sipas qefit? Më në fund guxova e thira. Ju thira vërtet. Unë, i thjeshti njeri, ju thira atyre për herë të parë, ballë për ballë, dhe ata heshtën. Qoftë dhe pak sekonda, isha unë mbi ta atë çast. Pak sekonda, se pa pritur, plasi tjetër sherë. E pa mundur, e pa besushme, tragjikomike, ajo që posa filloi e po vazhdonte mes dy ish miqve e shokëve për kokë për aq vjet, por të ndarë keqazi më pas që në gjallje të njerit. Edhe pse patrioti im e lash të provonte karatenë e kinezit Mao. Nuk ja thoshe fare në grushte ky imi, që vetëm tunde sikur të ishte në kërcim valsi. Kaq i dobët ishte, dhe kush? Ai që përcollin atë botë ku ishte tani, me dy gishtat e parë të dorës, mira patriot të vetë dhe shokët më të afërt të tij. Ku ishte tani ajo fuqi e atyre gishtave vrasës? Ç'po ja bënte paq Maoja, që pas i dha goditin e fundit, me një kërcim karateisti u gjend në të majt të Stalinit. Pse lojra fëmijësh do më bësh mua o vero kurvari? E veri. Sa të desh bytha rije pas meje, kur sa desh ajo, më dole për para e më odhe tutje. Buracak. Buracak ishe dhe je, se kur isha gjallë gëkmek nuk bëje. I tha Maoja e verit. Unë buracak, unë që i vetëm në botë mbrojta me mishe me shpirt ata të katër. Le të dalë burë sot e të vërtetoj se kush i ka mbrojtur më shumë. Jo vetëm i mbrojta, por e çova më tej teorinë e tyre. Ha ha, shyzmet që i paske bër vetes. Po të mos isha unë që të dhashët shkërkove dhe ju vura kufirin tek thana armiqve të vendit tënd, ti do ishe një hiç e shkuar hiçit. Po mirë ma bere, për pabesi paske qeni vetmi. Ik shpori që këtu, se po na ndym vendin. Apo jo, Stalin? Kë do preferoje në krah? Mua apo këtë kurvarin? Po. Më zure ngush o dune. Dune, mos e dunit, si thot Stalini. Zgjidheni vetë me sjush më të mirë se për mua, si ti dhe ai, në krah më keni qenë e vazhdoni të jeni. Sa më shumë më ngjan veroja, po s'doja ta prish me asnjërin. Pse kështu unë da kanë merit ato sifkë. Unë të ngjaj më shumë, unë do t'jem pas teje dhe mbaroj kjo punë. Ky sa për formën të mbante ty, kurse unë isha forma dhe vepra jote, më shumë se ti ishin binjak. Mos u bëj oportunist tani. Dune, lere aman si më i vogël qesht, fundit tanët jemi. Sifke, tani jemi vetëm ne të pestë, e më pas s'ka asnjë tjetër. I di unë më mirë këto punë. Ti ike, po unë e di çka mequri vetëm në të gjallë. Kush është ky që caktoka radhën e klasikëve të komunizmit? Unë, Enver Hoxha, o i madhi Marx. Ti që ma bere leshe li teorinë time për socializmin e komunizmin. Po dhe ti me njo më pak, u oth Lenini në krah të Marxit. Mbyll edhe ti, se s'kam filluar akoma dhe me ty. Ja ktheu aty për aty Marxi i nxehur. Mbylleni që të gjithë e mos dërdëllisni me gjithë respektin që kam patur për ty Marx, përderisa Lenini vazhdoi në emrin tënd dhe bindi miliona njerëz në botë, kjo dëshmon se diku ke gabuar dhe ti. Fillova unë gjykimin. Po unë nuk shkrojta gjykundit të bëj revolucioni aty ku e bëri ky tullaci. Lexo si e drodhi pjesën time dhe e ktheu në favor të vetes, që aty fillon tradhtia ndaj meje, dhe jo vazhdimësia ime. Ta sqaroje dhe mos e lije mbytur siç e le. Pse qisha unë, absolut në teoritë e mia? E pranoj që unë nxitova, o Marx, por në fund të jetës lasë porosi të ngjashme me të tuat, por ky në krahun tim, as i begenisi ato e bëri në kokë të ti, dhe të lutem mos ofendo kokën time, se ta kthej më keq pasaj për kokën tënde me te prisë leshi. Ndërhyri ngjysëm i nxehur Lenini. Të ishe ti në vendin tim e të shikonim si do bëje me tradhtarët e marksizëm-leninizmit, kërceu i prekur Stalini. Kështu i quan ti Stalo nga pasdotësia për debat e për të zbatuar këshillat e mia. Me leje, mund të sqaroj unë diçka? Kërkoi fjalën duke ngritur dorën Enveri. Ti pusho, ndërhyra unë në çast i nervozuar. Kush është ky?
pyeti prap Marksi. Unë, Enver Hoxha, o i madhi Marks, përsëriti të njëjtën përgjigje Enveri. Nuk dua të të dëgjoj, se më shkakton alergji, po sa hap gojën. Ja ktheu Marksi, dhe kujt Enverit. Enveri shtrëngoi nofullat dhe grushtin, pa vazhduar më tej. Mua ta dish, u oth Lenini. Mos e meni kaq përpjetju të dy, i doli në mbrojtje Enverit Stalini. Enveri erdhi Çehria dhe u ngrit përsëri për të folur. Unë i tregova botës imperialiste, revizioniste, ti pusho, ja preva me duf përsëri fjalën. Mi ishin bërë si buka që haja llafet e tij, ajsa kur i fillonte dikur kongreseve mitingjeve, ja vazhdoja duke çuditur prindrit dhe të afërmit. Përsëri shtrëngim nofullash e grushtesh enveriane, por me drejtim nga unë. Ajsa më shkaktuan dridhje të frikshme në trup. U qetësova kur kujtova që isha unë gjykatësi, e jo ai, që isha unë ekzistenti, kurse ai thjesht një hije e trupëzuar. E pamundur të vazhdoj me i theprit. Të pandehur, nëse ju ka mbetur pikë drejtësie apo sinqeriteti në shpirt, më thoni këtu, në mes të kësaj sfere të akuzës, së të vdekurve, që ndriçohet nga kockat e tyre ende të patretura, a ndjeni sa do pak fajtor e të penduar ndaj atyre dhe të gjallëve që ende ju besojnë dhe vuajnë pasojat e veprës suaj. Mos më fut në të njëjtën akuzën me prakticjenët e teorisime që gatuan sipas qefit të tyre në vendet e tyre, kur unë as i kisha në parashikimet e mia. Filloi të flasi pari Marksi, duke vazhduar. Megjithatë po i përgjigjem pyetjes tënde. Ndjen fajtor dhe i penduar ndaj vetes sime, për aq sa mbeti e paplotësuar ajo në veprat e mia. Do të desha të isha në bankon e të akuzuarve me të tjerë njerëz të dijes, si Smith e Ricardo, Proudhon e Hegel, Feuerbach e Kant, e tjerë si këta. Sa për këta këtu, që nuk pas kam pikën e etikës njerëzore dhe të dijes mbi teorinë time, më vjen vërtet turp të gjykohem së bashku. Pas fjalës së Marksit, u oth Lenini. Edhe unë kështu ndjem si Marksi. Nuk ja vlen gjykimi im me këta pasardhës ignorantë, që nga dobësia e mendjes vunë në përdorim instinktin e forcës. Kurse ti Marks, mos dil kaq i palarë, sepse ishe ti që kur ndodhi komuna e Parisit, the që komunarët sulmuan qetë. E ata qetë sulmova dhe unë, me bolshevikët e mi, dhe fitova. Ajo që bëre ti Lenin, ndërhyri të vetmen e Engelsi, ishte gafa me e madhe kohëve, sepse ka përdzeve qetë e pa ka përdyshëm për atë kohë. Ja kisha shkruar paralajmërimin një paraardhë si tent dhe më doli fjala, që nëse do tentoni në vendin tuaj socializmin, ai do të jetë primitiv, jo socializëm i vërtet, dhe ti keqmen ta kuptosh dallimin mes tyre. Por ti u rëmbeve, dhe ndodhi ajo që ndodhi. Mos aman me këtë justifikime se s'po na rrin rehat as kockat, pale shpirti. Nuk dua më debate mes jush, vazhdojmë me të tjerët. As pendim, as faj, nuk ndjej, përkundrazi po të vazhdoja gjalljen time, edhe sot e kësaj dite të njëjtin Stalin do të njihnit, dhe me ty Lenin, me kaq sa më akuzove, do la fos se shan ndryshe, më keq se me Trotskin. Për mua le të flasë mbi 1 miliard shikinezëve të mi, do pranoj vetëm vendimin e gjyqit të tyre, po të më ndodhe si ky kurvari, që të roqën zvar monumentet, do ikja nga sytë këmbët. Kush është kurvari? Pyeti Marksi. Unë, Enver Hoxha, o i madhi Marks, u përgjigj pa u menduar Enveri, duke kuptuar më pas gafën e berë. Dhoma e sfert u përshkua nga ndryshimive të tifshëm fosforik, shkaktuar nga e qeshura e madhe e miliona skeleteve jashtë të saj. Pastaj pushuan një kohë, si ta kishin bërë me llafë të gjithë, kur një ulërim dalë nga goja e Enverit, gati sa s'u zbërtheu kockat e ngatëroi më keq mes tyre. Të gjithë ju këtu, Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao Zedong, jeni tradhtarët të marksizëm-leninizmit të vërtet. Në emër të popujve të gjallë e të vdekur, jeni të arrestuar e dënuar me rivdekje. Enveri, Ky qenka, të vraka me emrin tënd, e se pas ka për gjë, më mëriti Marksi, i përsëritur nga Lenini. Edhe ti, jashtu quajtur i gjykatës, që guxove të vish këtu e të më gjykosh mua, mos guxo të firmosësh gjë kundër meje, si të bëj të thuash Xhan Ofer. Shko dhe ju thuaj të gjallëve
që sa të ketë vdekur, do më kenë këtu, ashtu si që më patë në të gjallë. U drithërova në qast, pasaj ndjeva zbërthim kockash që më shponin për të dalë jashtë trupit. Pelerina e fosfort filloi të venitej e të humbisi shkëlqimin më parshëm, nga njomja e një lengu në të verdhë që po më qulte pa pushim. Isha mes tunelit i tërhequr në të kundërt të tij, e po në të kundërt u përplasa rrethit të brumtë, duke dalë jashtë tij i flakur për tokë. Bëja të ngrihesha e nuk ngrihesha dot, deri në mbarimin rjedhës të atij lengu të çuditshëm. Ftoktësia e tij me skemve më solli në vete. Shht, ta themi mes nesh dhe mes nesh të mbetet. Isha shurosur nga frika. Shht, parashikuar edhe kjo gjendje në fund të letrës që fillonte përsëri udhëzimet nga e para për mua. Pak e gjatë, ju mërzita? Megjithatë ju falenderoj përzemërsisht. Do takohemi përsëri.